Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të folur pak për Xhenetën edhe për Gjestin. Xheneta kohëve të fundit ka qenë shumë e komentuar nëpër mediën ros për marrëdhënien e saj që krijoi me Gjestin. Por, a e mbajti Xheneta një premtim të dhënë drejt Gjestit? Në një intervistë në emisionin Weekend në Klan Kosova, Xheneta ndau disa momente të veçanta që lidhen me premtimin që i kishte dhënë Gjestit për të qëndruar pranë tij në momentet më të vështira. Ajo tregoi se premtimi që kishte bërë ndaj këtij banori ishte një veprim që e kishte marrë nga ndërgjegja e saj. Ndërgjegja ime më tha të veproj kështu, sepse më bën të ndihem më e qetë dhe me fjet më e pastër brenda vetes. Mendoj se Gjesti e meriton, sepse edhe unë kam pasur momente të vështira ku ai ka qenë gjithmonë pranë meje, thotë Xheneta Fetau. Do thënë siç duket Xheneta që pas përfundimit të Big Brotherit, ndoshta e ka patur edhe qëllimin e saj për të vazhduar këtë misionin në kuptimin për të folur nëpër televizion, nëpër emisione për Gjestin, për të komentuar personalitetin e tij, për të komentuar njeriun e tij, për të komentuar lojën që është bërë, por në fund të ditës Xheneta po tregohet shumë njerëzore në atë marrëdhënien që e nisi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës dhe në fakt ajo marrëdhënie përfundoi aty. Xheneta në shumicën e rasteve që pas ndarjes nga jeta të Eldionit, vllau të Gjestit, po flet fjalët më maramëndëse për të, po flet fjalët më të bukura për Gjestin dhe mundohet që në fakt të mbaj premtimin e tij, premtimin të dhënë ndaj tij që sado që ne të dy të mos jemi mirë, sado që koha të luftoj tek ne do kemi një raport mrekullueshëm dhe do kalojmë bukur me njëri tjetrin. Dhe kështu që Xheneta Fetau siç duket e mbajti premtimin dhe i qëndrojti afër Gjestit. Ajo gjithmonë kur flet për Gjestin tani pas ndarjes nga jeta të Eldionit flet me lot në sy, duke që është shumë e përmalluar për kohën që ka kaluar me Gjestin. Ndoshta Xheneta vërtet e ka dashur Gjestin, por nga ajo egoja që zakonisht ndodh tek gjinia femërore pas një ndarje, le ta themi që e nxjerrin inatin para tyre, e nxjerrin mllefin para tyre nga realiteti që ato kanë në shpirt. Mendoj që Xheneta Fetau e ka mbytur kjo gjë dhe nuk ka arritur dhe nuk ka mundur do që ta shprehën vërtet atë se çfarë ajo ndjen për Gjestin, por në të gjitha intervistat që ne e shohim, Xheneta sikur duket ka një lloj dritje shile që fol për marrëdhënien ton, fol për mua nga ana e Gjestit sepse flet pa pardon, flet me shumë bindje sikur Gjesti ja ka dhënë të gjithë mundësitë që Xheneta Fetau të flet. Nuk e besoj që Xheneta këtë gjë e bën për klikime dhe për interesin për ta shitur veten e saj tek publiku. Domethënë ajo premtimin kundër drejt Gjestit e ka mbajt, por tani do të shohim se si do të shkojnë gjërat. Gjesti nuk ka asnjë lloj lëvizje deri më tani.